E pra të dashur miqtë mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin tonë Rrëfime Jete për të ndarë një rrëfim të dhimbshëm. Janë lotët e një vajze e cila tregon trishtimin, tregon mlefin që kanë kaluar në familje nga një baba i cili ka qenë një bixhozgji, ka qenë një djalë që është marrë me bixhoz, që ka luajtur lojë të pista dhe që ka denigruar familjen e tij dhe e ka nxjerrur në rrugë. Historia është shumë e dhimbshme, por unë e di që në këtë rrëfim do ta gjejnë veten shumë familje shqiptare, sepse fatkeqësisht shumë shqiptar në historinë e jetës së tyre janë lidhur me bixhozin dhe kanë harruar familjet. Nuk e di nga t'ja nis këtë rrëfim, sepse çdo kujtim më djeg si thikë në zemër. Jeta ime nuk ishte përrall, ishte një luftë e përditshme mes frikës, urisë dhe lotëve që nuk pushonin kurrë. Dhe armiku ynë nuk ishte i huaj, ishte babi ynë. Babi ishte bixhozgji, jo nga ata që luajnë për qejf, por nga ata që e shesin shpirtin e tyre për një letër, për një numër, për një shpresë të reme, se këtë herë, me patjetër, unë do të fitoj. Fillimisht nuk e kuptonim, ishim fëmijë. E shihnim që realisht kthehej shumë vonë. Nervoz, me sy të skuqur, me erë alkooli edhe me duar që i dridheshin. Mami përpiqej të mbulonte gjithçka me buzëqeshje të reme. Babi është lodhur nga puna, na thoshte. Por e vërteta ishte krejtësisht ndryshe. Parat filluan të mungonin. Ushqimi u bë luks. Dritat na i pren për të disa të herë. Librat e shkollës, fatkeqësisht, i merrnim të përdorura. Ndërsa babi shiste gjithçka që mundej për bixhoz. Fillimisht bizhuteritë e mamit, pastaj mobiljet, pastaj televizorin. Derisa erdhi dita më e zezë, ai shiti edhe shtëpinë. Shtëpia jonë nuk ishte e madhe, por ishte streha jonë. Ishte vendi ku ne qanim, qeshnim, riteshim. Por babi kishte marrë kredi. Kishte vënë shtëpinë peng. Pa i thënë askujt. Dhe kur në thelb humbi gjithçka, shteti me të drejtë na e mori shtëpinë. E mbaj mend atë ditë, oficer, letra, vula. Mami ra në gjunjë, ndërsa ne fëmijët qanim pa kuptuar se çfarë realisht po ndodhte. Babai qëndronte i heshtur, me kokën ulur, por jo nga pendesa, nga frika. Mbetëm rrugëve, të pastrehë, turp, uri, ftohtë. Njerëzit na shikonin si barë. Familjarët na e kthyen shpinën dhe askush nuk donte një familje të shkatërruar realisht nga bixhozi. Dhuna filloi që të bëhej më e shpeshtë. Çdo humbje e tij në bixhoz
ishte një shurplak për mamin. Çdo nerv ishte britmë, çdo natë ishte terror. Ne fëmijët fshiheshim nën batanie, duke u lutur që mamin të mos e vriste. Dhe një natë pas gjithë asaj torture, ndodhi e paimagjinueshmja. Babi erdhi i dehur, i humbur, i çmendur nga humbja, ndërsa mami i foli i tha që ta ndalonte. I tha se po na vriste të gjithëve ngadalë. Dhe atëherë ai nxori thikën. Britma e mamit më ndjek në ëndra. Gjaku, kaosi, dhe ne fëmijët kur realisht bërtisnim. Nuk e di nga i gjithën forcën, por dolëm në rrugë duke thirrur për ndihmën. Komshinët erdhën, policia, ambulanca. Mami mbijetoi, por jo si më parë. Trupi i saj u shërua, por shpirti kurrë. Ndërsa babi u arrestua. Dhe ne mbetëm jetim me nënën e gjallë. Sot jam rritur dhe realisht kam plagë që nuk duken. Kam frikë nga zhurmat, nga alkooli, nga burrat që e ngren zërin. Kam mësuar se bixhozi nuk është lojë, bixhozi është sëmundje, është vrasës i familjeve. Ky është rrëfimi im, një jetë e shkatëruar jo nga lufta, jo nga sëmundja, por nga bixhozi edhe nga dhuna. Dhe e tregoj këtë histori që askush tjetër të mos kaloj atë që ne e kaluam, sepse disa plagë nuk mbyllen kurrë. Në fakt, kjo është historia e kësaj vajze e cila me lot në sy tregon të meri në fakt që ka përjetuar në familje. Unë gjithmonë kam thënë që bashkëshortet, gratë, nuk janë prona. Ato janë vajza që më pas bëhen zonja, bëhen nëna dhe bëhen gratë rritura e plaka që sakrifikojnë jetën e tyre për familjen, që sakrifikojnë jetën e tyre për atë të bukurën dashuri dhe të shkatrosh familjen në bixhoz, të humbë gjithçka që ti në fakt e ke ndërtuar me djerës, me sakrificë, me mund, me dhimbje. Ky në fakt është gabimi më i madh që një njeri mund t'ja bëj vetes.